kanë pasur ndonjë ide për ndryshimin e paketën fiskale, ose kanë shprehur interes për të qenë në komision dhe për të dhënë mendimin e tyre. Dhe sot kemi ftuar që të jenë këtu me ne Bashkimi i Prodhuesve Shqiptar, Dhoma e Tregtisë e Industrisë Tiranë, Shoqata e Bankave, Shoqata e Blegtorëve Prodhues të Qumshit, Sindikata e Fermerëve të Bashkuar dhe Narea. Ju është bërë me dije nëpërmjet një emaili që duhet jeni këtu dhe duhet sillni 2 përfaqësues maksimumi për shoqat, ndërkohë disa nga ju kanë konfirmuar, disa të tjerë jo. Megjithatë, kur të merrni fjalën, do t'ju luteshim shumë të prezantoheni nga vini dhe kush jeni. Që kështu komisioni e priti me shumë dëshirë që të bënte një digjes me ju, për të kuptuar se çfarë idesh keni ose çfarë nevojash ose çfarë mendoni për paketën fiskale. Dhe unë mendoj që të fillojmë sipas rendit të ditës. Së pari kemi Bashkimin e Prodhuesve Shqiptar. Nuk e di kush është i ftuar dhe do të marrë fjalën. Kemi njëri nga prodhuesit shqiptar? Atëherë kalojmë te tjetra, sepse Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Po zoti. Ja ka. Faleminderit, Niolin Jaka, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Qarku Tiranë. Atëherë, unë gjej rastin të falenderoj komisionin dhe në veçanti kryetarin e komisionit për këtë ftesë që i bëri Dhomës së Tregtisë për të dhënë opinionin e saj, por jo vetëm opinionin, sepse Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranë në bashkëpunim me disa shoqata në Shqipëri, si me Këshillin e Agrobiznesit Shqiptar, Pro Export Albania, Shoqata Ndërtuesve, Shoqata Shqiptare e Turizmit, Shoqata Industrisë së Përpunimit të Qumshtit, Shoqata e Industrisë Ushqimore Shqiptare, Shoqata Bimëve Medicinale dhe Shoqata Agrave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare, kanë bërë një analizë të detajuar për të parë problematikën që ka realisht zhvillimi ekonomik në Shqipëri dhe ndërkohë për të propozuar se çfarë mund të bëhet më mirë për të krijuar klimën e duhur të të bërit biznes. Dhe ne kemi dërguar zyrtarisht edhe në Komisionin e Ekonomisë, edhe ministrave dhe qeverisë për të parë se sa e mundur është përfshirja e propozimeve që dhoma dhe shoqatet i kanë bërë institucioneve përgjithëse. Në këtë kuadër ne mendojmë që Shqipëria tashmë është në një moment kritik, që është momenti i integrimit dhe i antarësimit, ku ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të parë se si duhet performojë ekonomia dhe sipërmarrja private, në mënyrë që mos të kthehemi thjesht në nënkontraktor, por të jemi partner lokal dhe të denjë me ekonominë e madhe kontinentale. Ne kemi kërkuar që të kemi një analizë të hollësishme për të parë lehtësimin e barrës fiskale për bizneset prodhuese dhe eksportuese, sepse unë jam i bindur që prodhuesi dhe eksportuesi jonë është ambasadori më i mirë i flamurit kombëtar. Kemi kërkuar që të kemi një analizë të hollësishme lidhur me nxitjen e punësimit dhe inovacionit, rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare në tregun evropian dhe më gjerë, si dhe përafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian. Konkretisht ne kërkojmë që të ketë disa ndërhyrje në ngarkesën fiskale. Kemi kërkuar dhe vazhdojmë të kërkojmë këtu të paktën këtu 10 vjet tatimin mbi konsumin që ka të bëjë me rishikimin dhe uljen e TVSH-s për industrinë prodhuese agro-ushqimore. Unë jam i bindur që këtu kam edhe mbështetjen e zotit Braçe, i cili shpesh e ka ngritur problematikën që në çfarë situate ndodhet sot bujqësia dhe agropërpunimi në Shqipëri. Unë mendoj që ne s'duhet bëjmë asgjë më shumë dhe më pak se sa vendet e rajonit që jemi në të njëjtin tren, pra jemi në të njëjtën konkurrencë, që kemi Maqedoninë, Kosovën, Serbinë, Malinezi dhe Bosnjë-Hercegovinën, të cilat konkurrojnë po me të njëjtat norma. Pra ne kemi kërkuar që TVSH-ja për produktet e shportës pra të jetë jo më shumë se 5 deri në 7% dhe kjo biles është një tarif më e lartë se Kosova, më e lartë se Maqedonia, më e lartë se Malizia, po më e lartë se Bosnia dhe e barabartë pothuajse me Serbinë. Kemi kërkuar që të kemi një formalizim të ekonomisë dhe të tregut të përpunimit, të agropërpunimit në Shqipëri. Kemi kërkuar që të bëjmë zero TVSH për fertilizant organik të prodhuar nga riciklimi i mbetjeve shtazore ose vegetale në vend. Të përjashtohet nga TVSH-ja importi makinerive që përdoren për investim për sektorin e energjisë dhe industrisë prodhuese,
Pra ka një nonsens e nderuar kryetare. Sipërmarrja detyrohet të bëjë investime, pra në planin e investimeve detyrohet të bëjë një parapagim që është TVSH-ja. Ndërkohë që asnjë nga vendet e rajonit që unë i përmenda nuk e aplikon pagesën e TVSH-s për lëndët e para dhe për investimet që bën në industritë prodhuese apo agropërpunuese. Pra unë mendoj që është koha për të reflektuar, sepse kjo nuk e cënon dhe nuk e dëmton buxhetin e shtetit. Sepse kjo është një para që ti do ja kthesh pas 6 muajsh, një sipërmarrës i cili ka investuar 2 milion apo 5 milion euro dhe ka paguar TVSH-n për agregatin parapagim. Ndërkohë që ti je detyruar t'ia rimbursosh. Pse ne duhet fillojmë të procedurë ose pse buxheti i shtetit duhet të mbajë paraprakisht një pagesë të bërë e cila e rrezikon edhe financimin apo vën në vështirësi edhe investimet që mund të bëjë një sipërmarrës. Kemi kërkuar edhe lidhur me tarifat doganore, përjashtimin e tarifes doganore për të gjitha lëndët e para që shërbejnë në industrinë prodhuese. Pra lëndët e para, ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë të kërkojmë gjithmonë duke ju referuar edhe modeleve që kanë vendet e tjera. Të pezullohet detyrimi parapagimit të TVSH-s në dogan për importet e lëndët e para në industrinë prodhuese. Rimbursimin e aksizës për gazin dhe lëndët djegëse. Ne jemi kojshent që kemi pas një debat të fortë edhe para 3 vitesh, kur ajo u bë mundur, sepse ishte një pamundësi e sistemit doganor për të mbledhur aksizën, dhe u vendos aksiza, u vendos që do vendoset aksiza për gjithë gazin që përdor edhe industria prodhuese. Debati ka qenë, është pa aftësi apo është një teknicalitet i cili kërkon që të marrë një tarif të pa merituar. Por nga ana tjetër unë ju siguroj që sipërmarrja private, sidomos ata që e përdorin gazin, pra industritë e ndryshme që janë në prodhim dhe përdorin gazin, e ka një kosto të jashtëzakonshme pagesën e aksizës dhe jo rimbursimin e saj. Pra ne vazhdojmë ta kërkojmë dhe unë mendoj që ne do gjejmë një pakt mirë kuptimi dhe bashkëpunimi, sepse unë jam i bindur që është për të mirën e zhvillimit ekonomik dhe qëndrueshmërinë e sipërmarrjes private. Me shoqatën ndërtuese jemi konsultuar dhe për të paraprirë rrisjet që mund të ketë sektori i ndërtimit, ne kemi kërkuar që pagesa taksës së infrastrukturës të bëhet në 3 këste, në pamundësi për të parë ulja e saj. Sepse realisht ka qytete që e kanë shumë të lartë taksën dhe aq më tepër që e marrin në fillim të projektit. Dhe kjo është një taks që rëndon shumë investitorët, sidomos kur kemi të bëjmë me investimet të cilet janë në periferi apo në zona që ka nevojë për urbanizim, por që nuk ka mundësi financiare dhe nuk është prezent blerja për të mundësuar edhe rikuperimin e shpejtë të tyre. Kemi kërkuar që për makineri dhe pajisjet e investuar në industrinë prodhuese dhe eksportuese, norma amortizimit të jetë 20% e vlerës së plot për 5 vite. Pra jo 20% e vlerës kontabel, por 20% e vlerës së plot, dhe kemi një amortizim për 5 vite të pajisjeve. Kemi kërkuar mbështetje fiskale dhe financiare për mbështetjen në përmbushjen e standardeve të BE-s, eliminimin e barres fiskale për investimet që lidhen drejt për drejt në përmbushjen e standardeve të BE-s, si për shembull pajisje për përpunim, filtrime mjedisore, sisteme sigurie dhe higjiene. Pra ne jemi përpara plotësimit të kriterëve të BE-s që kanë të bëjnë me emetimet që dalin në mjedis, pra duke filluar nga ujërat, përpunimi i ujërave, përpunimi i lëndëve që duhet të dalin në kushtet që prenon tashmë BE-ja, sepse drejt asaj po shkojmë. Ndërkohë, kemi kërkuar, megjithëse kemi edhe shoqatën e prodhuesve të blegtorëve këtu, ne nuk kërkojmë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa modelin që kanë vendet e rajonit. Pra vërtet, nuk ndjemi mirë kur ne shohim që na vjen lënda e parë e ushqimit për gjithë sistemin e blegtorisë në Shqipëri nga vendet kufitare dhe është në pamundësi për të prodhuar në Shqipëri për arsye të mungesës së subvencionit. Të merret paketa e Serbisë, e Malit të Zi, e Maqedonisë dhe e Kosovës, edhe Bosnjës, të harmonizohet edhe me kushtet shqiptare dhe në mënyrë që të fillojë implementimi i saktë. Modeli që ju keni zgjedhur në paketën fiskale që ne lexuam, që ka një ndërhyrje e cila është paktën nga ana jone akoma nuk është kuptuar se si duhet të implementohet rimbursimi i TVSH-s
për blegtorët, nuk është zgjidhje në rastin e blegtorisë dhe të bujqësisë. Pra ne kërkojmë që për çdo litër qumsh të ketë subvencion të drejt për drejt pa limit për fermerin. Pra ne kërkojmë që për çdo hektar të punuar sipas kategorisë së mbjelljeve të ketë rimbursimin e duhur që merr çdo fermer për tokën e punuar. Pra ne kërkojmë që këto të jenë në përputhje me vendet e rajonit, që konkurenca të jetë ndershme dhe ne mos të marrim produktet e rajonit dhe t'i tregtojmë në supermarketet shqiptare. Ndërkohë që ajo çfarë ne kërkojmë me forcë është që të mundësojmë edhe hartimin një strategjie për luftën kundër informalitetit. Pragu i TVSH-s aktualisht në 10 milion, pragu i TVSH-s në 10 milion mundëson që shumica e produkteve të shiten pa faturë dhe pa TVSH. Pra kemi një zëngjir të pambyllur ku sipërmarrje prodhuese në Shqipëri apo distributorë të cilët janë nga jashtë shesin produktet e tyre me faturë TVSH-je dhe në fundore dyqanet poshtë pallateve e shesin pa TVSH. Pra unë mendoj që në këtë rast më shumë humb buxheti i shtetit, por nga ana tjetër humb edhe sipërmarrje private, sepse ka të pamundur dhe unë siguroj që ka shumë sipërmarrje private, të cilat kanë hapur pika të veçanta, dyqane për të shkarkuar shitje që bëjnë në treg pa faturë, që të jenë në rregull me formalizimin e ekonomisë individuale në treg. Dhe ky është një dëm i jashtëzakonshëm, ndërkohë që ata që e kanë të mundur për ta futur produktin pa faturë, i favorizojnë që të bëjnë edhe deformimin e konkurrencës dhe të tregut. Lidhur me propozimet që ju keni bërë pra që qeveria ka bërë lidhur me projekt ligjin e paqen, pra marrëveshja paqes fiskale, normalisht që është e mirë pritur, ne kemi kërkuar që në fillimet e saj që edhe sipërmarrja private duhet të ketë një rilindje të saj në mënyrë që të kemi një ecje të barabartë në formën e partneritetit dhe të mirëkuptimit. Duhet parë me kujdes mënyra se si do implementohet kjo paqe fiskale, sepse është shumë e rëndësishme mos kemi dekurajimin e bizneseve të ndershme, sepse në një farë mënyre çdo amnisti fiskale ka të padrejtësinë dhe mëkatet e veta, sepse do dekurajoj gjithmonë pjesën e ndershme të sipërmarrjes private. Dhe këtu ne duhet jemi të kujdesshëm që këto në radhë të parë të ndodhen një herë dhe të implementuara mirë dhe drejt, dhe mos të jepet mundësia që do kemi shpesh amnisti fiskale, sepse realisht dekurajohet pjesa e ndershme dhe pastaj do lundrojmë në një ekonomi gri, ku kush është më i fortë nuk paguan dhe të tjerët paguajnë. Lidhur me paketën e rivlerësimit, unë mendoj që duhet përfshijmë edhe procedurat e objekteve që janë me leje ndërtimi dhe të regjistruara në hipotek, por jam i bindur që do flasë edhe shoqata për që mbulon të sektor, në mënyrë që të kemi një përfitim, sepse jam i bindur dhe ekspertët e thonë më mirë që kemi 5 vjet që pothuajse janë të bllokuara shitjet duke pritur që kur do dalë rivlerësimi. A mos është e nevojshme për të parë edhe tarifën e pasurive të paluajtshme, se 15% mbase është shumë e lartë. Kështu që mund të gjejmë një të mesme të artë që të ketë një pagesë që mos të presim gjithmonë këtë mekanizmin e rivlerësimit për të bërë shitje dhe për të bërë qarkullimin ekonomik në vend. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Jaka. Ju i keni cilë me shënim të gjitha këto kërkesa që vuta dhe shoqata që i propozojnë. Ne do kemi në ditët në vijim takim me Ministrinë e Financave për paketën fiskale. Nuk kemi kaluar akoma diskutimin e përnen, që kështu me siguri do kemi dhe diskutime për këtë çështje që u ngritët. Mund të japim fjalën shoqatës bankave? Kemi zotin Brumbulli dhe zotin Gerti Vllamasi që kanë ardhur së bashku, që kështu zoti Brumbulli, fjala është për ju. Shumë faleminderit kryetare, faleminderit edhe komisionit për ftesën dhe për mundësinë për të ngritur disa shqetësime që ne kemi lidhje me propozimet për procedurat tatimore. Është i pari takim
që ne po shprehemi, pasi për herë të parë në të paktën eksperiencën time të kaq viteve të fundit, kjo nuk patëm asnjë kontakt të mëparshëm për të shprehur mendimet dhe komentet apo propozimet që mund të kemi në lidhje me këto ndryshime. Në përgjithësi ne vlerësojmë hapat e marra, si asnjëherë më parë, në lidhje me uljen e keshit dhe për formalizimin e transaksioneve të shitblerjes, dhe në këtë ndryshime janë përcaktuar edhe domosdoshmëria për të patur një kanal alternativ për pagesat përveç keshit, dhe nga ana tjetër vendosen edhe tavane për veprimet në kesh. Këto janë dy momente që unë dua t'i diskutoj dhe t'i ndaj me ju, edhe pse kemi dërguar me shkrim për njërën prej tyre. E para njerë, vendosja e kanalit alternativ është gjë shumë e mirë, ne kemi vite që e kërkojmë, por kemi një merak që ndoshta afati deri në fund të vitit mund të jetë i parealizueshëm, sepse vetmja mënyrë teknike sot për sot që të gjitha njësit e biznesit të kenë është të pajisen me POS, nuk ka zgjidhje tjetër për pagesat jo kesh. Dhe me POS-et ne po bëjmë shumë përpjekje sot, po jo të gjitha bizneset e duan e përqafojnë, ka rezistencë, dhe në strategjinë që është miratuar nga Komiteti Kombëtar i Pagesave, është vendosur që brenda vitit 2026 ne do përfundojmë projektin tjetër të instant payment, të pagesave të menjëhershme, e cila do të jetë një alternativë më e lehtë, më pak kosto për të gjitha njësitë e biznesit dhe mund të jetë e detyrueshme që të ofrojnë këtë kanal si alternativë ndaj keshit. Është përpjekje shumë e mirë, po meraku ynë është që në qoftë se ne nuk do jemi gati deri në fund të vitit me pagesat e menjëhershme, nuk e di ç'mund t'i ofrojmë dhe ç'mund t'i kërkojmë bizneseve çfarë zgjidhje tjetër, sepse të bëjmë zgjidhje tjetër për 3-4 muaj, ndërkohë që kjo do jetë zgjidhja kombëtare dhe afatgjatë, do kemi ndonjë dyshim dhe mos realizim të atij objektivi. Megjithatë, ne në parim e vlerësojmë shumë, ne po bëjmë gjithë përpjekje ndoshta të realizojmë ne më përpara se fundi vitit pagesën e menjëhershme, por varet dhe nga kompleksiteti që ka, sepse është një ndërhyrje që bëhet edhe në core system, në sistemin bazë të çdo banke. Kjo është e para, ky merak, por është merak. Nuk kam ndonjë gjë, duhet jemi të përgatitur që duhet jetë synim deri në fund të vitit, por nuk e shikoj si domosdoshmëri deri në fund të vitit 2026. E dyta që ndajmë një shqetësim, që edhe pse ka një dëshirë të shprehur dhe nga qeveria për cashless economy dhe në 2030-ën, hapi që ndërmerret dhe masa që vendoset në këto ndryshime nuk shkon në këtë drejtim. Ne kemi kërkuar me kohë që të vendosen tavane në pagesat me kesh, në blerjet që bëhen me kesh. Deri sot kemi vetëm një tavan 150.000 lekë për bizneset, business to business, po nuk kemi për individët. Pra individi është i lirë të shpenzoj sa të doj me kesh, pa kesh, punë e tij. Për herë të parë vendoset një tavan edhe për individin në këto ndryshime. Por trajtimi individit dhe trajtimi biznesit, siç është bërë në këto ndryshime, nuk gjejmë dot asnjë logjik dhe asnjë argument pse është bërë në këtë mënyrë. E para, është pozitive që ulet për biznesin, nga 150 vjen në 100.000 lekë. Dhe kjo trendi në ulje tregon për masa forcuese ndaj informalitetit dhe ndaj formalizimit të ekonomisë. Por vendosja për individët e një tavani 500.000 lekë është jashtë çdo analize, jashtë çdo eksperience, jashtë çdo përvoje. Unë kur e lexova mendova mos është natruar me lekë të vjetër dhe të re dhe duhet ishte 50.000 lekë. Dhe pyeta ministrinë dhe më thanë jo, është 500.000 lekë. 500.000 lekë nuk mund të jetë. Nuk mund të jetë sepse asnjë nga eksperiencat e vendeve për qark, po dhe në botë nuk vërteton. Ne kemi dy eksperienca. Ka si vendi Gjermania që kanë 10.000 euro veprime në kesh, Holanda e ka 3.000 euro, Italia më duket e ka 2.000 euro në mos gaboj. Po ka Greqia, Maqedonia e Veriut, Hungaria e kanë nga 500 euro. Dhe e kanë njësoj të njëjtin tavan si për bizneset dhe për individin. Ne mirë që nuk po e lëm njësoj, 100.000 lekë sa është biznesi, po si ka mundësi të lëm individit 500.000 lekë, kur rroga mesatare, paga mesatare është 80-90.000 lekë. Çfarë do bëjmë? Do i themi që mos e kalo më pagën në bank, merri parat kesh dhe bër veprimet çfarë të duash, apo duam të stimulojmë veprimet në kesh të një grupi që kanë këto të ardhura. Realisht propozimi ynë është diku te 50-60.000 lekë. Për të mos nxitur veprimin e kesh. Pra dhe ata që kanë të ardhura më shumë duhet i formalizojnë, të kenë në kanale, në llogarinë bankare dhe nëpërmjet llogarisë ai mund të bëjë çdo veprim, çdo blerje, nuk ka ndalesë. Por jo që të mbetet 500.000 lekë. 500.000 lekë është nonsens.
100.000 lekë është business to business, 500.000 lekë i japim individit. Do ishte mirë që unë të kisha edhe një ballafaqim sot, ndoshta të ishte në ndonjë nga Ministria e Financave, por për fat shikoj që nuk është. Dhe nuk e di kush është argumenti realisht, sinqerisht. Kush është argumenti që mund të thuash 500.000 lekë? Nuk e gjejmë dot. Ne nuk jemi Gjermani, nuk ka këtë shkallë informaliteti Gjermania, edhe pse ka 10.000 euro, nuk jemi Holland, nuk jemi as Itali. Në vendet si Shqipëria, vende në zhvillim, ku është vend e me ekonomi keshi, dhe ku pagat janë nën 1.000 euro mesatarja, nuk mund të çojemi 5 fishin e kësaj apo 5 fishin e biznesit të vendosin tavan. Do kërkoja dhe jemi të shqetësuar në faktin që gjithë përpjekjet që po bëjmë për të luftuar informalitetin dhe për të luftuar keshin e ekonomi, me këtë mas nuk shkojmë në këtë drejtim. Edhe pse është një mas për herë të parë vendoset një tavan i tillë, por shuma është e pa pranueshme. Këto dy shqetësime doja të ndaja në lidhje me atë që na prek edhe ne shqetësohemi edhe në veprimtarinë tonë dhe në të gjitha përpjekjet që bëjmë si sektor bankar, por edhe bashkë me Bankën e Shqipërisë, në mënyrë që të leksohet gjithë sistemi i pagesave, të modernizohet, por edhe të mos rëndohet. Faleminderit. Faleminderit zoti Brumbulli, në fakt kur na dërguat ju emailin për këtë kërkesë, neve jemi drejtuar Ministrisë Financave dhe na ka sill disa informacione lidhur me eksperiencat e vendeve të tjera. Për shembull, Italia ka rritur limitin për pagesat pagesën me para në dorë nga janari vitit 2023. Limiti për pagesat me para në dorë është 5.000 euro nga 2.000 që ka qenë më parë. Greqi, limiti maksimal për pagesat me para në dorë është 500 euro. Francë, limiti i parave të gatshme është 1.000 euro për taksapaguesit rezidencë në Francë. Gjermani nuk ka një kufi të sipërm për pagesat me dorë. Megjithatë, kushdo që dëshiron mund të paguaj më shumë se 10.000 euro para në dorë dhe duhet të tregojë një dokument identifikimi për këtë gjë. Bullgari, shumat prej 10.000 levash, rreth 5.108 euro ose më shumë nuk mund të paguhen me para në dorë. Kjo vlen edhe nëse ky limit arrihet vetëm përmes pagesave të lidhura. Hollanda aktualisht nuk ka asnjë kufizim për pagesat me para të gatshme për individ privat. Megjithatë, për pagesat me para të gatshme prej 10.000 euro ose më shumë, shitës është detyruar të kryejë një kontroll të detajuar të klientit. Qeveria holandeze po punon për një projekt ligj që do kalonte pagesat me para në dorë mbi 3.000 euro. Danimarka nuk ka kufizim me para në dorë midis individëve privat. Rumania për pagesat e sipërmarrësve mund të bëhen me para në dorë për sa kohë që nuk kalojnë shumën 5.000 lei ose 1.016 euro në ditë. Spanja, limiti maksimal për pagesat me para në dorë është 500 euro. Belgjika, për mallrat dhe shërbimet, limiti për pagesat me para në dorë është 3.000 euro. Kroacia, pagesat me para në dorë janë të kufizuara në 15.000 euro. Pra vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian kanë eksperienca të ndryshme. Ky është informacioni që kemi marrë nga Ministria e Financave. Natyrisht që ne kemi të gjitha kërkesat që kanë ardhur me shkrim nga ju janë kaluar në Ministrinë e Financave dhe për rastin tuaj ne morëm një përgjigje. Për rastin e zotit Jaka ne kemi një diskutim këtu në komision. Faleminderit. Unë dua të jap fjalën tani shoqatës së blegtorëve prodhues të qumshit. Nuk e di kush ka ardhur sepse nuk kanë konfirmuar me emra, po kur të merrni fjalën ju lutem dhe prezantohuni, pra një mikrofoni mund vini edhe të rjeshta tan këtu. Jo, po çfarë të bëjmë ne të marrim? A mund t'ju edhe mund t'ju lexoj, në qoftë se doni të dëgjoni kolegët, ju mund të rini të gjithë ata që mbaruan prezantimin. Në qoftë se mendoni që keni një ngarkesë tjetër, edhe mund të largoheni me falënderimin nga komisioni për gjithë shqetësimet që keni sjellë këtu pranesh. Faleminderit zoti Jaka. Mund ta merrni fjalën, ju lutem prezantohuni. Shtypni mikrofon. Po. Atë përshëndetje. Ne jemi shoqata blegtorët prodhues të qumshit dhe jemi një shoqatë e re prej 2 vjet e gjysmësh. Jemi krijuar në janar të 2023-shit. Pikërisht ka një problematik në sektorin e blegtorisë, që në rasti konkret kanë qenë taksat e qumshit plur, qumshi e të gjitha në këto produktet që
kompromentojnë qumshin e freskët prodhuar nga fermat shqiptare. Dhe pas një debati shkryua shoqata jonë dhe kemi disa shqetësime që i kemi quar dhe i kemi adresuar dhe me shkrim, po realisht do me thënë nuk kuptojmë edhe një diçka prej 2 vjetë e gjysmë që ne operojmë. Kemi adresuar po të njëjtat shqetësime këto 2 vjetë dhe shohim që nuk ka asnjë marrje parasysh të kërkesave që ne nëse këto ndryshime nuk ndodhin, do të jenë gjithmonë vuajtje për blegtorët shqiptar dhe për fermat shqiptare në vendin tonë. Dhe në rastin konkret, ne kemi disa shqetësime, filloj me pikën e parë që është shitja e qumshit në Shqipëri ndodh, le të themi 50-60%, po të duam edhe 70% pa faturë. Kur themi pa faturë, sepse ne si shoqat autofaturën nuk e konsiderojmë faturë, sepse autofatura është një abuzim ndaj blegtorit, ndaj fermerit, që përpunuesi e pret kur i duhet, sa i duhet, me çmimin që i duhet, për të rregulluar bilancin e tij mujor apo vjetor, apo për të qenë në rregull me veten e vet. Pra, nuk është se ai në rastin konkret mendon për blegtorin apo për fermerin, se kjo s'është një problem vetëm për blegtorin, po në rastin tonë dhe për të gjithë fermerët e tjerë, sepse ne i shikojmë se blejmë misër, blejmë mel, blejmë jonç, blejmë silazh, do me thënë, është një marrëdhënie që nuk e kuptojmë pse nuk rregullohet, do me thënë, dhe pse nuk ka një kontroll nga qeveria që të ketë një faturim direkt të mallit nga qumshi. Le të themi, kemi një fermë 9 lop, prodhon 30 litra për lop, 270 litra qumësht. Nuk e kuptojmë pse nuk ky fermer ose kjo fermë nuk duhet ta faturoj vetë prodhimin e saj. Sot ka sisteme, le të themi 5.000 lekë të reja, që nga telefoni ti mund të faturosh çdo sasi të prodhuar ditore pas një problem nëse njihet nga qeveria në sistem fiskal. Dhe të ketë një kontroll, siç filloi ai kontrolli i Bulmetit disa mbas mbledhjes së Rikut, mbledhjes madhe që u bëm në të cilën ne ishim prezent, por që pastaj kush e di pse stopoi. Sepse është e vërtet që subjektet, baxhot e vogla dhe çfarë ka rreth e rrotull Shqipërisë, sot që flasin punojnë deri në kufirin 10 milion lekë për mos kaluar në pagesë të vëshëje apo pagesë tatim fitimi, dhe çfarë ndodh, nuk është problemi se po mbrojnë përpunues të qumshit, po këta janë arsye pse blegtorit shqiptar i merret qumshi sot me 45 ose me 50 lekë pas një lloj takse. Dhe shteti nuk di gjë fare për këtë qumësh që po qarkullon rastin konkret nën dorë pa faturë. Dhe nëse dhe këta nuk legalizohen, dhe fermeri siç kemi parë ne në Bavari, në Gjermani, që dhe kur kishte 9 lop, sepse ata ka 9 lop sasi minimale në Bavari, e faturon të vetë qumshin. Për subvencionim, po dhe 9 lop që ishte ferma me vogël, s'mund të kesh më pak, dhe 9 lop, ai e faturon të vetë qumshin, duke mos i dhënë fabrikave ose baxhove që të bëjnë abuzim me blegtorin, sepse ky më vonë do të transmetohet që ata nuk do të deklarojnë më as litrat që blegtori shet, dhe do t'i thotë, shiko, unë do të na 100.000 litra që më ke sjellë, unë të faturoj vetëm 50 për 50.000 të tjera, bëj si të duash. Dhe ky për ne është një problem shumë i madh dhe duhet zgjidhur, dhe nuk e kuptojmë se nuk merret një iniciativë e madhe për sektorin, sepse mendojmë që e njëjta logjik vlen edhe për fermerët e tjerë. Që është problem. Njëkohësisht ne kemi një problem shqetësues për çmimin e qumshit në vend, i cili është i sulmuar dhe i kompromentuar nga importet që bëhen në vendin tonë. Neve marrim lëndë parë nga Serbia, Maqedonia dhe Hungaria kryesisht, dhe duke menduar se në Ballkan është marrëveshja CEFTA, çmimi që vjen nga Maqedonia dhe nga Serbia është më i lirë se sa nga Hungaria. Por ashtu kështu nuk e dim pse fabrikat e përpunimit në vendin ton arrin të marrin përsëri qumësh dhe nga Hungaria, me çmim shumë herë më të lartë se ç'ia marrin fermerit ose blegtorit shqiptar, dhe
ne kemi propozuar që të ketë një taks, për sa herë kemi propozuar, na thonë që marrëveshja CEFTA ne nuk na lejon që ta vëmë këtë taks, po ndërkohë neve jemi të goditur se edhe si blektor, nëse duam të shesim qumësht freskët jashtë, që të bëjmë një kooperativ, një bashkim fermerësh, nuk na lejohet sepse në Shqipëri, për një marrëveshje që është bërë para shumë vitesh, nuk lejohet që të eksportohet qumshi freskët në Bashkimin Evropian. Pra në fund fare gjendemi në tek pjesa që përpunuesi duhet mund të marrë ku t'i doj, ku të ketë dëshirë të marrë qumësht freskët, kurse blektori nuk shet dot qumësht freskët në Hungari, në Serbi, në Itali e anasjelltas. Dhe po ju them që këtë verë që kaloi në vendin tonë është kërkuar qumësh që është paradoks nga Italia dhe ne nuk e shisnim dot sepse janë këto marrëveshje që se mund të krijojmë një kooperativ si shoqat e grumbullojmë qumshin nëse se këta përpunuesit tanë duan ta blejnë qumshin jashtë, atëherë dhe ne po e marrim qumshin, po e bëjmë vakum dhe po e çojmë jashtë. Ta kuptojmë domethënë se si është, sepse sot që flasim ka ferma që është lënë qumshi. I është lënë qumshi, nuk i merret. U lihet çoje ku të duash për arsyet që i din shumë mirë. Po nuk ka përfaqësues të IPQ-s dhe nuk duan siç duket të debatojnë ose nuk duat që të përballen me problematikën që neve kemi. Një tjetër problem që neve raportojmë është barazimin e TVSH-s që kemi 2 vjet. Për sa herë kemi pat kontakte me shtetin, ne kërkojmë një barazim të TVSH-je sado që të vendoset 20 me 20, 10 me 10, 5 me 5, dhe konkretisht do t'ju ilustroj se çfarë problemi krijon TVSH-ja, si për ne që shesim qumësh, po dhe si blerës si ferma që jemi, sepse ne sot gjendemi në realitetin që fermerët shqiptarë që prodhojnë misër, prodhojnë elb, prodhojnë jonç, prodhojnë silazh për fermat blektorale, nuk na i shesin dot produktet e tyre, sepse dhe ne nuk mund t'i blejmë dot. Nuk i blejmë dot për arsye sepse ata ne nuk na njihet TVSH-ja në sistem i blerjeve që mund të bëjmë. Dhe në rastin konkret detyrohemi që blejmë misër serb, elb serb dhe të gjitha produktet që vinë nga rajoni apo nga vende të tjera, dhe nuk mund t'ja blejmë atyre komshive tanë që i kemi dera derës, të cilët luten te grumbulluesit e ndryshëm për të shitur produktet e tyre me një çmim mizerabël. Sepse nëse po bëj një krahasimore, nëse 1 kile misër është 25 lek, por grumbulluesi vjen ta sjell tek ferma 30 lek, sepse ta jep me TVSH, neve nuk mund t'ja pagojmë 30 lek edhe fermerit që kemi tek dera e shtëpisë, sepse ajo 5 lekëshi do na transformohet në pagesë në fundin e muajit si ferma për kundrejt shtetit. Por nëse shteti do ta njifte fiskalisht fermerin e vogël, që mund të njihet TVSH-ja në faturën që ai do pres për kile misër, kile elb, kile jonç apo çdo produkt që ai mund prodhoj, neve do të ishim të gatshëm të blinim të gjitha produktet që ne na rrethojnë nëse secili prej nesh në fermat tona. Duke krijuar një treg vendas të hapur, një konkurrencë të ndershme dhe një zhvillim të bujqësisë mendoj në të gjitha anët, si për blektorin, si për bujqësinë. Pra, jo vetëm barazimin e TVSH-s, po siç po flitet ky 10% që në të vërtetë as ne s'po e kuptojmë se çfarë është, të ketë mundësinë që ai që e faturon misrin, ta faturoj vetë fermeri, misrin, elbin, apo qumshtin qoftë, ti njihet në sistem TVSH-ja, dhe nëse shteti mendon që duhet të ketë një subvencion 10%, le t'ja japi direkt kundrejt faturës që fermeri lëshon. Dhe kjo për ne do të ishte zgjidhja finale e plagës së madhe që ka blektoria dhe bujqësia në vendin tonë. Që me një ndihmë të vogël 2 vjeçare nga ana e subvencionit prej shtetit, mendojmë që duke rregulluar këtë gjë, sektori do të kalonte edhe mund të themi dhe ndoshta që mund mos kishte edhe nevojë për subvencione. Sepse do të ketë një çmim të mirë, do të ketë një çmim ku njihet TVSH-ja, të cilit fermeri nuk ja jep më 25 lekë kilen, po ja jep 30 lekë kilen e misrit, të dritit që punon, e kështu me radhë.
Një problem tjetër që ne kemi është që fabrikat e qumshit, me që po lejohen të merren lëndët e para nga Serbia, Maqedonia, nga Hungaria, të njifet në etiket. Ta kenë të detyrueshme ta shkruajnë në etiket për konsumatorin vendas që neve këtë qumësht e marrim për aq sasi sa marrin, e marrim nga filan ose fistek shtet të jetë deklaruar, duke bërë dallimin e produktit vendas dhe duke mbrojtur produktin vendas në rastin konkret. Dhe njëkohësisht kemi sugjeruar dhe sot e sugjerojmë dhe në mbledhjen që u bën në Cërik me kryeministrin, kemi sugjeruar një subvencion lek për litër të paktën për 2 vjet. Pse të paktën për 2 vjet? Sepse na është thënë në Ministritë e Bujqësisë për 2-3 vite me radhë që nuk lejohen Evropa që neve të bëjmë subvencion për njësi, lek për litër. Që në mendimin ton nuk është e pare punës, ne nuk jemi akoma në Evropë, dhe dytë e punës në logjikën ton subvencioni lek për litër apo lek për njësi, do të ishte një formalizim më tepër se 90 apo 95% e tregut për të thënë deri në 100%. Sepse fermeri në momentin që do të marri subvencionin për njësi të shitur, por të faturuar, jo të autofaturuar, atëherë ai do të ishte i pari që do deklaronte çdo kile misër, grur, qumësht, speca, çdo gjë që do të kishte dhe do të lëshonte faturën e tij për subvencionin kundrejt njësisë që shet. Dhe sigurisht po të jetë njësi lek për litër apo lek për kilogram, nuk do të kishte më abuzim, sepse dhe duke mos patur autofatura, nuk do të ketë më abuzim nga përpunusët, sepse fermeri, siç e dim, është stres e varfër, stres e drejtë dhe faturon atë që prodhon. Fermeri ka frikë që të faturoj më tepër ose të faturoj më pak, sepse është gjithmonë subjekti një kontrolli tatimor ose më tej. Dhe një problem tjetër shqetësues, jo pak shqetësues për ne, është që fermerët për këtë vit kanë një mangësi në pagesat e subvencioneve të vitit, i cili është duke u mbyllur. Dhe në shoqatën tonë lajmërojnë shumë fermerë që nuk kemi marrë asnjë lek për litër për krerë apo për naftën. Po themi gati 80% plus. Dhe nuk e kuptojmë se pse në 11 muaj nuk mund të merren këto lek. Dhe të gjithë fermerët sot që flasin, blektorët paktën, sepse ne ata përfaqësojmë, janë me sy për çfarë do ndodhi këto 20 apo 30 ditë që ne nuk e dim a do merren lekët apo s'do merren ato lekë që janë premtuar. Dhe neve nëse doni kemi prova, kemi grupin e blektorëve që kemi në shoqat dhe gjitha mund t'ua tregojmë se si pyesin, sa interesohen dhe pse s'po merren këto lekë. Dhe në fazën që jemi, kur i pyetëm se çfarë doni që të raportojmë në komision, llafi i parë ishte pse s'po jepen subvencionet, sepse kanë realizuar investime në bazë të këtyre premtimeve që janë bërë, dhe tash gjenden në mungesë të asaj shumë e lekësh, sa do e vogël që tjetë, por në të vërtet për blektorin, për fermën e tij të vogël apo të madhe, është problem shumë i madh. Dhe kjo nuk është vetëm për subvencione direkte, por ka dhe një problem më tej, i cili është subvencioni është investimeve të këtë viti, që ne kemi aktualisht 5 ferma, të cilët nuk mund të marrin, pasi kanë mbaruar investimet, nuk marrin lekët e investimit, sepse nuk u jepet leja e shfrytëzimit prej bashkive. Duke thënë që jo ju mungon ky dokument, nga ZBR-ja deklarohet një afat X që në rastin konkret është shtyr deri në 15 dhjetor, dhe mbas asaj asnjë nga të 5 fermat që janë fitues dhe aplikant në ZBR do të gjenden në mungesë të financimit. Por nëse ti realizon një stall lopësh, le të themi 30 milion lek, dhe të premton që 15 milion lek bankës do t'ja kthesh, banka të financon, ose qoftë edhe borx privat, çfarëdo qoftë, fermeri në fund do të gjendet me një borx 15 milion lek që e detyron ta mbylli fermën.
është stres kaq e varfër sa nuk mund të loset me këto lloj nivelesh dhe në këtë lloj mënyre për 1, 2, 3 dokumenta që në fund fare janë probleme të qeverisë ose të bashkive, jo të aplikantëve, sepse trokasin zyrë më zyrë dhe nuk gjejnë zgjidhje. Dhe shikojmë dhe një negativitet, një mos disponibilitet nga bashkit për zgjidhjen e këtyre problemeve. Këto janë... Okej, më duk se kur mbaruat. Po, këto janë... Ne kemi më shumë, por rrim këtu, sepse këto janë shkry problemet më shqetësuese. Ju ishe zoti Gentian Lalaj. Po. Okej. Faleminderit shumë dhe në fakt keni të drejtë se dhe unë kam qenë te mbledhja e Cerikut edhe me qenë se kishit probleme me 5 ferma që janë ankuar tek ju te shoqata juaj dhe janë në përbashki, mirë do ishte të na depozitoni emrin e atyre bashkive. Ne kemi një dëgjes me Ministrin e Pushtetit Vendor, që kështu duhet ishte mirë që ta nxisnim këtë problem për zgjidhje. Ju kujtohet që kryeministri në takim nguli këmbë shumë fort që këto momente të vështira procedurale nuk mund të ishin pengesë për të marrë subvencionet. Sot gjendemi në faktin që ku jemi jam pengesë. Ja, dakor, pra unë po ju them depozitoni emrin e atyre bashkive, mos se mbase nuk është depozitoni këtu në sekretari. Ne kemi një dëgjes me ministrin dhe kemi për t'ja thënë këtë shqetësim, që është e para. E dyta, këtu kishim në dëgjes për buxhetin edhe Ministrinë e Bujqësisë. Dhe një problem që u ngrit dhe nga komisioni është shlyerja e detyrimeve. Dhe në fakt na u bë me dije që edhe të gjitha detyrimet e vjeçme dhe të parvjeçme janë shlyer ndar fermerëve që kanë qenë aplikant, edhe pse në fund të vitit, sepse ka 2 elementë rëndësishëm. E para është kontrolli që bën AZBR-ja mbi bazën e aplikimeve që ata kanë bërë për të verifikuar ndodhjen e ngjarjes, dhe e dyta që mundësia e mbulimit 100% të gjitha atyre që kanë qenë aplikant ka qenë vendosja akteve normative të buxhetit që lejonte marrjen e fondeve shtesë nga Ministria e Bujqësisë për të bërë pagesa. Që kështu këto 2 informacione i kemi marrë nga Ministria e Bujqësisë. Në fakt, në qoftë se unë nuk mbaj mend gabim, në pjesën që kemi bërë në Cerik, ka qenë edhe një mesazh që është dhënë atje dhe mbase mund të jetë një moment që mund ta ndihmoni dhe të shkojmë më tej tek shoqata juaj, por në 100% subvencion që marrin menjëherë ata që kanë bashkime. Në qoftë se ne kemi 7 blegtor, menjëherë e marrin 100% e subvencioneve të bërë bashkë në një shoqat, apo në qoftë se kemi 4 fermer me nga 1 hektar, që nuk ka nevojë as për noteri. Dhe në fakt ai që i ndjek këto bashkime është veterineri në rastin e blegtorëve dhe është agronomi në rastin e fermerëve që janë prodhues. A mund të bëj një koment për këto bashkime? Patjetër mund të bëni koment, po Malini ta mbaroj fjalën që kështu, mbase edhe në qoftë se keni mundësi të nxisni këtë grupimin e këtyre prodhuesve, do ishte shumë mirë që të ndodhte pranë shoqatës suaj që është pak më shumë ombrell se sa këto bashkime të vogla. Faleminderit, ma thoni ato që kishit merak. Neve bashkimin e fermerëve shikojmë diçka të paralizueshme, që t'i themi gjëra tamam, sepse në fundin neve sot jemi dëshmitar të një realiteti që sot nuk po bëhet vllaj me vllaj ose prishen për një gardh 51 metër larg dhe jo të bësh bashkë 7 blegtor që njëri ka 30 lop, tjetri ka 20, tjetri 70 apo 150 lop. Është e pamundur, është gati e pamundur. Ne kemi thënë dhe Ministrisë të Bujqësisë, është gati e pamundur që të bësh për neve nuk po e japim me 100%, po 99%. Që të bësh blegtorët apo fermerët bashkë dhe e sigurojmë që dhe nëse ndodh një rast, sepse duan që ta shikoj dikush që po ndodh, është një rast që nuk ka për të ecur gjatë, sepse nuk po gjenden rrugët e bashkëpunimit në përborde, në përgjëra, jo më tek blegtori që ka firo ngordi Viçi, apo ngordi Lopa, apo nuk ngeli Lopa. Ndërkohë të dhënat e Ministrisë Bujqësisë tonë që janë 300 grupe të tilla deri tani në territorin e vendit, që kështu mbase duhet edhe ta nxisni, sepse nga ana tjetër ne kemi nënshkruar sa rezoluta ndërkombëtare lidhur me ndotjen në mjedis dhe për sa i takon prodhimit të azotit. Ju e dini shumë mirë që fermat blegtorale janë ndotësit kryesor, prandaj mbase është mirë ta nxisni këtë. Zonja kryetare, neve jemi njerëz të terrenit, neve sot do mbarojmë komisionin këtu dhe do ndajmë në fermat tona, do veshim kominoshe dhe do vazhdojmë punën.
Dhe sipas disa dhënave të Instatit ka disa dhëna që Shqipëria prodhon ka qumësh apo aq qumësht, që në të vërtetë janë reale, sepse kanë ngelur shifrat, nuk janë deklaruar lopët që janë therrur që prodhojnë qumësh e kështu me radhë, por nuk është e vërtetë që kooperativa funksionon në blegtori apo në për të paktën për momentin. Sepse nuk ka pjekuri dhe nuk bëhen bashkë, nuk ka shumë humbje dhe shumë firma të cilat nuk i tregon dot se ku ka ndodhur. Dhe nëse janë këto 300 raste, nëse janë fiktive, do shpërbëhen vetë. Do me thënë do shkërmoqen vetë dhe flasim prapë vitin tjetër nëse kanë vaj 350 apo kanë vaj 250. Por ne patëm një takim me ministrin e bujqësisë para një jave, për të cilin i shprehëm të gjitha këto shqetësimet që kishim. Na u premtua që do bëjmë një ritakim me një grup më të gjerë, duke qenë dhe përpunuesët pjesë e këtij grupi, dhe ne i tham pse jo, sepse ne këto probleme që i kemi reale sot që flasim, i kemi thënë dhe më herët dhe përpunuesve në sy, kemi qenë në prezencë dhe rregullator shteti, Ministri Financash apo Ministri Bujqësie, dhe nuk është se i fshihemi se këto janë problem për të gjithë blegtorët, mund të sjellim këtu 100 ferma që mund ta konfirmojnë ose me shkrim ose me peticion që këto janë problemet reale të bujqësisë dhe blegtorisë vendit tonë. Dhe ne se kuptojmë se pse nuk pranohen në Bavari kur na çuan me një grup të Gizit, ku kishte përfaqësues të Ministrisë Bujqësisë, përpunues dhe blegtor, ai zotëria e Ministrisë Bujqësisë bavareze na tha shprehimisht, nëse neve do të vendosim të harxojmë X apo Y lek për blegtorin apo për fermerin, kemi një moto që është, ju lutem shumë, mos merrni vendime pa pyetur blegtorin ose fermerin se ku i pikon çatia. Dhe në rastin konkret, ne shohim që ne si grup interesi që merren vendime që as marrim lek, as për skemën e naftës nuk marrim lek. I marrin njerëz që jetojnë në Kanada apo në Angli, se s'na japin tokat, por neve do të donim që e kemi thënë dhe më përpara që është problem që na jepni këto, është abuzive. Na jepni për krerë, për njësi, ta marri ajo i takon njeriu që e punon tokën. Dhe neve duam që ai që e punon le ta marri, ai e meriton. Por nuk është skema e naftës, për ne është abuzive. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të gjitha këto shqetësime ju i pas keni darë, po dhe ne do t'i ndajmë patjetër që të marrim dhe të shikojmë se si mund të funksionojë paketa fiskale në të mirë të prodhimit tuaj. Që kështu faleminderit shumë për shqetësimet që ndatë me neve. Faleminderit. Po patjetër zoti Axhinasa. Faleminderit kryetare dhe faleminderit edhe përfaqësuesve të gjithë grupeve të interesit. Unë do propozoja që ne të kemi mundësinë të bëjmë pyetje me këto përfaqësues, sepse janë shumë çështje të cilat janë akoma do thoja të diskutueshme dhe mendimi i tyre për propozime konkrete që ne mund të kemi, që i kemi shprehur ose që jemi gati të shprehim, do ishte shumë i vlefshëm. E para, dhe dyta, mendoj që nëpërmjet mundësisë për të pyetur përfaqësuesit, do shikonim dhe do arrim në një mendim më të pjekur se çfarë impaktesh sjellin këto propozime që parashtrohen këtu, në kuptimin që, disa krijojnë kosto për buxhetin e shtetit, por unë jam i bindur që në afat mesëm dhe në afat gjatë këto rikuperohen shumë shpejt edhe kthehemi në një qëndrueshmëri shumë më të madhe ekonomike se sa sot. Kështu që mundësinë e pyetjeve, zonja kryetare, duhet ta shqyrtojmë shumë seriozisht me qëllim që ta kemi këtë mundësi. Unë kuptoj që Ministria përkatëse për të gjithë sektorët është ajo përgjegjëse që vjen me politikat përkatëse, por edhe kontakti direkt, edhe parashtrimi direkt në këtë komision, mendoj që do të jetë shumë i vlefshëm. Faleminderit. Shumë dakord me ju zoti Axhinasta, po jo në këtë mbledhjen e sotme, ne do kemi mundësi të thrasim prapë. Çfarë edhe unë çështje parimore po flas, se për çështje parimore po them dhe këtu, ndërkohë ne kemi marrë të gjitha shënimet e gjitha shoqatave
Dhe kemi bërë kujdes që çdo shoqat, qoftë që ka shkruar me email, qoftë se ka sjellë një shkresë zyrtare, ka ardhur këtu te ne dhe po bëjmë dëgjesën. Të gjitha këto informacione që kemi marrë, ja kemi çuar ministrive përkatëse, financa, bujqësia, me radhë kur kanë qenë të lidhura ministrit. Dhe ndërkohë po i dëgjojmë që ne të kemi mundësi të kuptojmë edhe diskutimin që do bëjmë me Ministrinë e Financave për paketën fiskale të këtij viti, që ne kemi miratuar në parim projekt buxhetin. Ne do kemi nevojë që të bëjmë takime më shumë me këto prodhues, sepse këto çështje nuk janë për tani, këto janë çështje pak më të gjëra dhe jo vetëm për mbështetjen financiare që japim për bujqësinë, po edhe për gjithë reformat e paketës fiskale. Që kështu unë mendoj që në këtë rast ne do ishte mirë të dëgjoni Ministrinë e Financave dhe pastaj të bëhemi gati për dëgjesa më të thelluara, sepse nuk është vetëm momenti që zoti Gentian ngriti tani, është pak më gjerë momenti për mbështetje, që kështu unë besoj që do jenë takime më të thelluara që ne mund të vazhdojmë të bëjmë pyetje. Dhe kjo mendoj që mund të jetë forma jone e diskutimit. Shiko, propozimet që bën zotëria nuk janë për herë të parë. Nuk e di sa vite kam që i gjoj. Të njëjtat propozime. Siç i gjoj unë, i gjojnë dhe ministrat respektiv. I treti në radhë dhe e dyta edhe zotëria që është tani. I keni dëgjuar dhe ju në samitin e Cërrikut. Problemi është që koha hikën. Dhe koha për ta është një lopë që kalon moshën, nuk prodhon më ajsa që prodhonte në fillim, një lopë që smuret dhe praktikisht bie nga prodhimi, një fermë që digjet, një fermë që përmbytet e kështu me radhë, apo një sipërfaqe e madhe toke që prodhon ushqim që s'është më, që nuk prodhon më. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotëria, apo që i ka bërë kohë pas kohë si grup prodhuesish plektoral, nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit. Kjo historia që ministrit thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, dhe ju jeni të detyruar të bëni këtë që themi ne, ka sjellë në këtë gjendje. Ka sjellë në këtë gjendje. Tani unë e kuftoj, do bëj një takim të 2 të 3 me ministrin e bujqësisë, ku diun, po ministri i bujqësisë aktuali ishte në Cërrik, dëgjoj para 5 muajsh, 6 muajsh. Ka 2 muaj në detyrë, po mund të reflektonte në një gjë me këtë ligjin që na erdhi përpara, po ministri i bujqësisë tha që jam i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Ministri i Financave, që ishte edhe ministër financash në samitin e Cërrikut, i ka dëgjuar këto problematika. Tani, të bësh gjën më të thjesht, natyrisht edhe vlen më. Gjëja më e thjeshtë ajo ishte që dil nga samiti Cërrikut edhe nxirr policinë në rrugë. Po kjo nuk është gjëja. Nuk është gjëja që zgjidh problematikën që kanë në prodhim. Dhe e dyta gjë që kam, tani, nga përfaqësuesi i dhomës së tregtisë tek zotrin ka diferenca të mëdha. Përfaqësuesi i dhomës së tregtisë, se unë e kuptoj pse s'kan ardhur ata të përpunimit qumshit sot. E kam shumë qartë se s'kan ardhur. Dhe siç koordinojnë çmimin ata, koordinojnë edhe sjelljen në raport me institucionet. Po tani zotria tha, lënda e parë që vjen nga importi duhet çliruar nga TVSH-ja, tha këtu. Po lënda e parë çliruar nga TVSH-ja është grop për secilin prej tyre që prodhon. Prandaj e gjem esens atë që propozoi zotëria Xhena. Ne të bëjmë pyetje për të sqaruar dhe për të pasur të qartë gjën. Nga fillimi deri në fund, nga njëri i ftuar këtu tek i ftuari tjetër, sepse me thënë drejtën ne duhet zgjedhim se kë interesin e kujt duhet të mbrojmë në këtë rast, atij që importon apo atij që prodhon brenda vendit. Se ky është elementi. Faleminderit. Zënë kryetare, më bëri shumë përshtypje skema që blektorët duhet të bëjnë kooperativa. Pra? Po mirë, disa si kanë bërë, pra. Po them, po janë të detyruar t'i bëjnë. Atëherë tani kur bashkimi për përfituar lek në letra. E bie fiktiv. Për përfituar lek në letra nuk është kooperativ. Është bashkim për përfituar lek.
është fiktivitet letrash. Por, më bëri po ashtu përshtypje edhe rasti në Bavari për 9 lop. Tani, pse në Bavari nuk kërkohet kooperativ për të marrë subvencione dhe për të kualifikuar si në dhënje fature, si në kompensim për naftën, në gjithë ndihmat që e Bashkimi Evropian, ndërkohë në Shqipëri na u dashka me bë kooperativ në letra për të përfituar. Pra, si? Duhen 10, pra. Po dakor, po çështja e kooperativës, pra, jo po ndotja e Zotit edhe që u përmendën. Dakor, duhet të shohim praktikat se si Bashkimi Evropian i aplikon këto. Jo ne të shpikim nga fillimi, sidomos fjalën kooperativ që është diçka shumë e errët për që i dritet mishi blegtorëve e fermerëve shqiptar kur dëgjojnë fjalën kooperativ. Se nga fshati vim, edhe e dim se ç'a ndodhi me kooperativat e larg qoftit. Faleminderit. Zoti Bozdo? Zënë kryetare, unë me sa e kam ndjekur sektorin e bujqësisë, e nuk e kam ndjekur pak, mendoj që vuan nga problematika shumë thella sistemike. Të gjitha çfarë raportohen këtu në komision nga grupet e interesit, nga shoqatat e prodhuesve, nuk janë gjë tjetër vetëse probleme shumë të forta në mënyrën se si ne trajtojmë sektorin e bujqësisë. Tani, ndërsa bie dakord me kolegët për të lejuar bërjen e pyetjeve, marrjen e sqarimeve të mëtejshme etj. Në të njëjtën kohë mendoj që pavarësisht sa pyetje mund të bëjmë ne sa të qartësuar jemi ne sot, e para nuk besoj se një seancë e tillë me 5 apo 6 shoqata sado pyetje që ne të bëjmë sot do jetë shtëruese deri në fund. E dyta, informacione do të ishte më mirë që ne t'i merrnim veç e veç për çdo shoqat. E treta, çfarëdo që të bënim ne, jam dyshues për faktin se ç'a do të arrinim të qoftë edhe me vullnetin e përbashkët të gjithë anëtarëve të komisionit, të ndikonim e të ndryshonim paket fiskale, buxhet, ligje të tjera. Pra, çfarëdo që të bëjmë ne sot në këtë kuptim, unë e konsideroj vetëm një, edhe si deputet që jam për herë të parë këtu, e konsideroj vetëm një hapje të problematikës, një pasqyrim problematikës. Unë mendoj që është ndër në këtij komisioni, me i frymë të përbashkët edhe për të mirën e përgjithshme, që ne të bëjmë një agjendë pune konkrete dhe të kemi mundësi të thrasim gjithë grupet e interesit duke filluar nga janari vitit tjetër. Aty kemi mundësi të bëjmë të gjitha llojet e pyetjeve dhe dalim me rekomandimet përbashkëta, sepse e them edhe një herë tjetër, të gjitha çfarë dëgjoj, çështjen e fermave, çështjen e subvencioneve, të vëshë që jepet, të vëshë që merret, është kompensimi të vëshë, nuk është, po si ta zgjidhim, po si të bëjmë të mundur që fermerët të blejnë nga prodhimi vendas, po mos marrin grurin apo thekrën që vjen nga Serbia. Si ta zëvendësojmë qumshin plur që vjen po nga Serbia dhe me qumshin ton. Janë thjesht simptoma të një problematike shumë të thellë që ka kapur sektorin. Kështu që ne mund të bëjmë sot të gjitha pyetjet, dyshoj se do arrim dot në rekomandime, sot për sot, aq më tepër që të reflektojmë, e të kemi mundësi të lobojmë e të reflektojmë edhe në jo vetëm në projekt buxhet, edhe në paket fiskale, po dhe në ligje, se këtu bëhet fjalë me ndryshu ligjet dhe ndryshu gjithë konceptin. Kështu që mendoj dhe do të ishte them shumë mirë, sikur duke filluar nga fillimi i vitit, ne të lëmë seancat dedikuara veçanërisht për sektorin e bujqësisë, me grupet e interesit, t'i marrim, t'i pyesim, të kalojmë kohë me këto, t'i studiojmë thellësisht çështjet, që të kuptojmë dhe ne deri në thelb ku qëndron problemi, dhe pastaj të bëjmë të gjitha kërkesat tona ose qëndrimet tona pse të përbashkëta për amendime ligjore, për amendime politikash, për amendime financimi dhe gjithçka tjetër. Mendoj që kështu mund të japim që edhe zotrin me drejt tha, zoti Genti mos gaboj, është disa ta herë që dal këtu them të njëjtat gjëra ose i kanë shprehur këto. Po ne duhet i marrim seriozisht, ne ose vendosim t'i dëgjojmë dhe t'japim një produkt punës tonë, ose është e kotë që sa herë që përsëritet projekt buxheti i thrasim këtu, ata thonë të njëjtat gjëra, por ne bëjmë qeveria bën të njëjtat gjëra nga ana e saj. Dhe nuk ndryshojnë gjërat. Duhet t'japim një sens dhe një zgjidhje që gjërat do t'i marrim përsipër dhe do t'i çojmë përpara, aq sa kemi ne mundësi t'i çojmë përpara. Nderi zoti Bozdo, në fakt edhe unë bashkohem me këtë mendimin se më duket që kjo ka nevojë për t'u menduar pak si në mënyrë holistike nga të gjitha anët dhe ka nevojë për të reflektuar ne për
për të dhënë një propozim për ndryshim. Që kështu do ishte shumë e mirë pritur bashkëpunimi me ju. Ne mund të vim edhe atje ku jeni juve, si komision dhe të bëjmë takime, po të kemi edhe një përfaqësues nga qeveria që të vitet të dëgjoj që bashkarisht të krijojmë një qasje më pozitive, më lehtësuese ndaj sektorit. Unë do isha për këto, zoti Axhinaso, që të vazhdojmë të bëjmë dëgjesat me grupet e interesit që kemi, dhe nëse keni një pyetje konkrete, po jo pyetje për shteru më shumë mënyrën si mbështetje, por një pyetje konkrete patjetër. Ndërkohë që në të ardhmen e afër duhet punojmë për këtë gjë, edhe zoti Braçi tregoi shqetësimin e vet, që në të ardhmen e afër duhet punojmë për këtë. Kryetare, unë ju falenderoj shumë që ju e mirëprisni këtë propozim, edhe që mbështetet edhe nga zoti Braçi. Por unë mendoj që ky komision ka fuqi shumë të madhe në qoftë se ne do të arrijmë një konsensus e para për procedurën e trajtimit të këtyre problemeve, edhe e dyta në qoftë se do arrijmë një konsensus, sepse ky është përtej politikës. Çështja e prodhimit bujqësor, çështja veçanërisht e produkteve që kanë impakt në shëndetin publik, se ju e dëgjuat çfarë tha zotëria, për importet, për cilësinë e tjerë. Unë mendoj se nëse do të arrijmë një konsensus kështu, ky komision mund të bëjë shumë ndryshime. Dhe nuk kam dyshimin që nëse tani nuk është kapaciteti për të bërë këto në ekzekutiv, të paktën të vi një mendim i pjekur nga ky komision, nga legislativi, i cili besoj që do të vendosë një pozitë tjetër, edhe ministrinë, edhe qeverinë tërësi. Kështu që zonja kryetare, të vazhdojmë të rrugë për një, do thoja, për një diskutim më të thelluar dhe me dashamirësi dhe me konsensus që të arrijmë me propozime shumë të rëndësishme për qeverinë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Gentian, faleminderit shumë. Na vënë në pozita të tjera puna, që kështu përveç kësaj të paketës së radhe. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen këtu. Nuk është institucioni se mund të marri, më këto 2 vjet, nuk është institucioni se mund të marri të strategji, por mendojmë që nëse diçka do rregullohet në sektor, duhet ketë një strategji mbarkombëtare nga të gjitha palët, me shumë këshillime dhe në kuadër të afrimit Bashkimit Evropian, të cilë disa gjëra do t'i vëjë detyrim, po pse t'i bëjmë me detyrim kur mund t'i bëjmë vetë dhe t'i bëjmë më shpejt për të mirën e fermerëve dhe të blegtorëve në vend. Faleminderit. Edhe ju në qoftë se doni të dëshironi të rini më tej, jeni të mirëpritur. Në qoftë se keni nevojë të largoheni për arsye pune, faleminderit shumë edhe për kohën që kaluat këtu me ne. Faleminderit. Kemi Sindikatën e Fermerëve të Bashkuar, kemi zotin Ardit Bali. Është këtu zoti Ardit? Jo, nuk ka ardhur për arsye Zoti Eduard Sharka ka ardhur? Po. Faleminderit. Zoti Sharka, fjala është për ju. Neve nuk e di në kemi marrë material me shkrim, keni bërë vetëm kërkesën për takim, po s'keni sjell material me shkrim, që kështu nëse keni gjëra të shkruara, ju lutem depozitojeni këtu në sekretarinë e kuvendit te komisioni dhe ne mund t'i konsiderojmë në takimet me ministrit përkatëse. Faleminderit. Po, faleminderit juve. Atëherë faleminderit që keni thirrur në këtë ndërgjes dhe Sindikatën e Fermerëve. Unë jam i thirrur nga drejtuesi aktual i sindikatës që të paraqes përpara jush disa opinione të kësaj sindikate në lidhje me projekt ligjin për kompensimin 10% të fermerëve me normë fikse. Në parim, sindikata mendon që është i mirëpritur ky projekt ligj, ky vendim i qeverisë, por mendojmë se ka defekte që krijojnë pabarazi dhe përjashtime. Ne do pasqyrojmë këto defekte dhe kemi edhe propozimet tona që ju si komision me amendime të vogla mund t'i rregulloni dhe ta bëni efektiv këtë vendim qeverisë. Ky projekt ligj përjashton nga kompensimi të gjithë ata fermerë që shesin produktet e tyre te subjektet tatimore që nuk janë subjektet të tatimit me vlerën e shtuar. Eksplicite në projekt ligj shkruhet që autofaturën duhet ta lëshojë një subjekt
tregtar që është subjekti tatimi vlerën e shtuar. Unë, në bazë statistikave, ju garantoj që 30 deri në 40% e fermerëve tregtojnë apo shesin tek subjektet të biznesit vogël, që janë subjekte tatimore, kanë këte objekt veprimtarie, por nuk janë subjekte të vëshës. Edhe ata emitojnë autofaturë, por nuk janë subjekte të vëshës. Kështu si është projekt ligji përjashton, kjo do të thotë që përjashton 30 deri në 40% të fashës së fermerëve që u takon dhe duhet ta marrin këtë kombesim. Në rast se shtohet një fjali në nenin përkatës që subjektet, përveç subjekteve tatimore, subjektet të vëshës, edhe subjektet tatimore të biznesit vogël. Edhe është e mbyllur kjo hapësirë dhe shmanget ky përjashtim i një shtresë të konsideruar fermerësh. Në relacionin e projekt ligjit, po të kjo pikë, sensi që vendet e Bashkimit Evropian bëjnë këtë skemë speciale me normë kompensimi fikse, është për të përfshirë fermerët e vegjël që nuk janë subjekte të vëshës. Pra, sensi i kësaj skeme me normë fikse në Bashkimin Evropian është përfshirja dhe jo përjashtimi i fermerëve. Kështu që nuk duhet kemi përjashtim edhe këtu tek ne, me që po jemi në zbatim të kësaj skeme të Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj përjashton nga kompensimi grupin prodhues bujqësor, subjekte tatimore të TVSH-s, sepse kalojnë xhiron 10 milion lek në vit të reja. Atëherë, termi më adekuat do të ishte prodhues bujqësor. Prodhues bujqësor i kemi në disa forma organizimi. Kemi prodhues bujqësor fermer të vegjël që nuk kanë nip fermeri dhe këto nuk përfitojnë sepse nuk kanë nip dhe deri këtu jemi në rregull sepse duhet pajisim në nip formalizohen që të përfitojnë. Kemi fermer që janë pajisur me nip dhe janë target i këtij projekt ligji, përfitojnë këtë komisim. Mirë, po kemi formë më të mirë të organizimit ferma bujqësore, që ne atje duhet t'i çojmë të gjithë, që janë subjekte tatimor të regjistruar në tatim i vlerën e shtuar, sepse prodhojnë mbi 100 milion produkte bujqësore në vit. Këta lëshojnë vetë faturën me TVSH kur shesin produktin dhe nuk autofaturohen nga blerësit e tyre. Edhe ky target group është i përjashtuar nga ky kompensim. Mirë po, të lësh këtë grup që do të jetë modeli i dy grupeve tjera për të arritur në këtë stad, është një përjashtim që unë besoj nuk duhet bërë. Edhe ata kanë njëjtin kosto prodhimi, blejnë inpute bujqësore në të njëjtin çmim, bile ato kanë një diskriminim ligjor që unë do ta them më poshtë, sepse në Bashkimin Evropian produktet bujqësore shiten kanë të vëshën shitje 2 deri në 12%, kurse inputet janë 19 deri në 25%. Kurse këto subjekte të bujqësore që janë subjekte të vëshës tek ne blejnë me 10% inpute, por shesin produkte me 20%. Pra duhet po të shtojmë edhe këtë frazë të projekt ligji që edhe prodhuesit bujqësor të subjekte të vëshës kur lëshojnë faturën kanë drejt marrin të kompensim në bazë faturës i lëshojnë vetë, jo të ato faturës. Edhe kjo pastaj i përfshin të gjithë grupet e prodhuesve bujqësor. Kjo skemë kompensimi e paraqitur në këtë projekt ligj për ne krijon pabarazi. Ne e vlerësojmë sepse propozimi i sindikatës i ka hershëm ka qenë subvencionimi për njësitë prodhimit, edhe kishim menduar këtë kur propozuan për njësitë prodhimit me normë fikse, sepse duke dhënë 10% të faturave të shitjes, ne kemi 2 fermerë. Kanë të njëjtën kosto prodhimi, ka një diferencë daljes në treg për një javë. Dhe njëri mund ta shesi prodhimin me 1000 lek kilogrami domates për shembull, kurse tjetri një javë me vonë e shet me 500 lek. Pavarësisht se kanë paguar të njëjtën TVSH në krijimin e produktit, ato marrin kompensim njeri me i dallim të madh prej 100%-sh, që nuk është e drejtë. Pra ne kishim propozuar skemë fikse, e ka Gjermania lek për kilogram, po në bazë faturës tatimore, por sasia e kilogramëve herë të vëshën që ka paguar fermeri, sepse ky është sensi i gjithë propozimit qeverisë, që ka paguar në krijimin e produktit.
dhe krijon formalizimin, por i vën kushtet barabarta dhe gjithë fermerët marrin të vëshën që kanë paguar, sepse pastaj janë prapë në varësi të fatit. Kush shet me 1.000 lekë merr 100 lekë për kilogram, kush shet me 500 lekë merr 50 lekë për kilogram. Do të ishte më drejt që të bëj për njësitë të prodhimit, po nëpërmjet të njëjtës faturë tatimore, por me sasinë herë normën e kompensimit. Gjermania e ka ndarë në 4, sepse është marrë shembull dhe në relacionin për shoqërën projekt ligjin, e ka ndarë në 4 grupe bujqësim: blegtorët, prodhuesit e dritave, prodhuesit e frutë perimeve dhe prodhuesit e fruta, më duket. Sepse kanë pagesë të ndryshme të inputeve edhe shkon më saktë parimi për t'i kompensuar fermerit të vëshën që ka paguar. Te koha e kryerjes së këtij kompensimi një herë në 6 muaj. Po të vini re, pagesa e skemës naftës gjithmonë është bë post factum. Ne mendojmë që fermeri ka nevojë për naftën kur ai kryen punimet. Mirë, po në rast se ai nuk ka naftë kur kryen punimet dhe i merr 6 muaj pas ka kryer punimet, nuk i shërben ashtu siç duhet për ndihmuar fermerin. Edhe kjo, një herë në 6 muaj, mendoj që është shumë kohë e gjatë dhe i ve fermerët po në të njëjtët prishmëri. Me faturën elektronike është një veprim shumë i lehtë. Gjithë fermerët që kompensojnë kanë NIPT, kanë llogari bankare të depozituar në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve, sepse është detyrim ligjor. Mjafton të marrësh NIPT-et e fermerëve, të klikosh sistemin tatimor, dalin gjithë faturat e shitjes mujore, herë formulën dhe i kalon lek në bank fermerit. Nuk ka nevojë as për kërkesë, as për të mbledh faturat për 6 muaj, as për t'i dërguar me post. Është në fal faturës elektronike gjithçka është shumë e thjeshtuar, do ulte shpenzimet e implementimit dhe do t'i gjeni fermerin në kohën e duhur ky kompensim. Tani, unë e lash për të fundit, por besoj që është më e rëndësishme. Skema e kompensimit që parashikon në këtë projekt ligj, natyrisht që nxit fermerit kërkoj faturë tatimore për produktin që shet, sepse do kompensimin. Dhe kjo nxit formalizimin e transaksioneve në këtë fushë. Por ai ka të njëjtin interes blerë si subjekti të vëshës që blente fermerët dhe shet në tregun vendas në kushtet kur ai nuk i njihet e kreditueshme të vëshë e paguar në blerje. Në relacion thuhet që shoqëron projekt ligjin. Në bazë dhe në të administratës tatimore, rezulton se në vitin 2024 janë rreth 9.875 fermerë që kanë shitur produktet e tyre të 659 blerës. Ky është një statistik, një tregues që tregon ne kemi mbi 110.000 fermerë të pajisur me NIPT, mund të jenë edhe 120, po di që janë mbi 100. Dhe transaksione kanë kryer vetëm 9.800. Mbështet dhe një herë faktin, është pranohet dhe nga relacioni, por edhe një fakt që dihet publikisht që 80% e transaksioneve në tregun e brendshëm të produkte bujqësore janë informale. Dhe janë për një gaf në ligjin për të vëshën. Unë duhet më mirë kuptoni, sepse mendoj që ju e keni autoritetin, keni dhe detyrimin për ta rregulluar këtë gaf fiskale. Është një komision shumë i rëndësishëm. Jo më kot është përcaktuar në kushtetutë që quhet projekt ligj derisa se keni miratuar ju. Mirë, po atë që tha zoti Axhinaso, në rast se ky komision do kishte një konsensus, ju mund ta amendoni këtë ligj, ne kemi propozuar si sindikat, është një ligj me ndihmën e Komitetit të Helsinkit dhe të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, duke lobuar me zotin Agron Duka, ish deputet, cilin falenderoj, në sirtar të këtij parlamenti prej 2 vjetësh ndodhet një projekt ligj, i cili ka formulën që zgjidh këtë handicap dhe zgjidh problemin e të vëshës. Pavarësisht se fermerët do të jenë të interesuar për këtë 80% që është goxha gjeneroze si kompensim, si masë e qeverisë, një tregtar subjekti të vëshës që operon në tregun e brendshëm nuk ka për t'ia dhënë faturën fermerit. Do të dëgjoni që do ketë shumë konflikte. Për arsye sepse unë kam marrë një shembull për ta thjeshtësuar dhe ta bëj edhe më të kuptueshme. Në rast se një fermer për të prodhuar 1 kilogram
domate, që është artikulli bazë dhe me kosto inputeve është 25 lek, TVSH për këto inpute është 5 lek, pra i ka paguar 30 lek për të prodhuar 1 kilogram domate. Vlera shtuar nga puna, toka dhe kapitali 10 lek, çmimi shitjes 40 lek. Çmimet i dikton tregu, por ne po marrim një rast për të kuptuar fenomenin si është dhe si duhet zgjidhur. Fermeri nuk llogarit TVSH, por ka paguar 5 lek TVSH të fshehur në kosto, që tashmë ka marrë shteti. Këtë 5 lek për kilogram shteti e ka marrë nëpërmjet tregtarëve të inputeve bujqësore që i kanë shitur inputet fermerit dhe kanë paguar TVSH në arkën e shtetit. Grumulluesi blen me ato faturë. Blerje përjashtuar quhet në terminologjinë kontabile. Paguan 40 lek fermerin, nuk krediton asnjë TVSH, edhe pse çmimi ka TVSH të paguar nga fermeri. Vetë kompensimi që projekt ligji që ju keni miratuar në parim dhe do e shqyrtoni nën për nën, ka pranuar që fermeri ka paguar TVSH në krijimin e produktit të tij. Grumulluesi e shet produktin me 50 lek. Po shton 20% dhe është mjaftueshme 10 lek për kilogram. Ai do të shohë faturën e shitjes me TVSH dhe fatura do të ishte 50 lek vlerë tatueshme dhe 10 lek TVSH, e cila e merr shteti. Shikonin çfarë pozicionin ndodhemi. Shteti ka marrë për këtë kilogram domate 5 lek TVSH nga tregtarët e inputeve dhe i merr dhe 10 lek direkt tregtarit që fut çon te konsumatori këtë kilogram domate. Pra 15 lek TVSH. Edhe TVSH-ja nga 20% kalon në 30%. Jemi në kushtet nderuar deputet që shteti ynë merr, vjedh, do ta thojë është fjalë e rënd, konsumatorët shqiptar me 30% TVSH, nga 20 që është ligji. Mesatari i Evropës është 9%. Ne ju marrim 30%. Për gjithë produktet që kalojnë rrugë formale në Republikën e Shqipërisë, rrugë formale do të thotë që transportohen nga subjektet e tatimit me vlerën e shtuar, ne i marrim 30% TVSH. Nuk është e drejtë që të lejohet kjo, nuk është e vullnetshme, është nga pakujdesia, është nga konfundimi i kompensimit me konceptin e TVSH-s, por realisht kjo është që për çdo litër qumësh, për çdo kilogram perime, për çdo kilogram fruta që konsumatori jon blen në rrugë formale me faturë paguan 30% TVSH. Efekti në konkurrencë dhe në final, sepse do dalim te interesi i grupit që unë përfaqësoj. Ne do duam që tregtarët merrin faturë që fermerët përfitojnë kompensimin. Mirë po, për të siguruar fitimin për 10 lekësh, grumulluesi është detyruar ta shes 60 lek kilon e domates. I njëjti tregtar që nuk është subjekti të TVSH-s, e shet me 500 lek ose 50 lek, edhe merr 10 lek për kile apo 100 lek për kile. Ky i TVSH-s duhet ta shesë 100 lek që të marrë po 100 lek për kile. Pra duhet i marrë konsumatorit 100 lek më shumë që të marrë të njëjtin fitim me operatorët e tjerë në treg. Është i diskriminuar dhe për këtë ne kemi informalitet. Për këtë ne kemi produkte importi që vinë në Shqipëri. Sepse një agropërpunuesi intereson më shumë lendën e parë ta marrë, sepse merr me çmime të lirë nga që është subvencionuar. Nuk tarifohet, nuk markohet me tarifë shtesë, jo TVSH që nuk mund të hiqet për produktet që vinë nga importi, por duhet markohen dhe me tarifë shtesë për të vënë fermerin ton kushtet barabarta mbas marrëveshjes së seftës me fermerët e rajonit, me të cilët ai konkuron. Pra, kur të hyjë fuqi ky kompensim 10% ka për të pasur kontradikta të jashtëzakonshme midis tregtarëve dhe fermerëve, sepse tregtarët dhe janë të diskriminuar me ligj, nuk janë fajtor që nuk e blenë. Në rast se norma fitimi do rritet, në rast se çmimi do rritet, flasim me tjera shifra. Do të jenë 2 deri në 300 lekë për kilogram apo për litër, më shtrejt se operatorët tjerë në treg që paguajnë, të fitojnë 100 lekëshin e vet, se pjesën tjetër e merr shteti. Ky është një handicap që duhet ta zgjidhni. Unë besoj që ju e keni fuqinë për ta zgjidhur. Rruga e fundit që na ka ngelur ne pas kaq vitesh luftë, dhe doja të falenderoj zotin Braçe që ka mbështetur këtë kërkesë tonë prej kohësh. Na ngelet të shkojmë gjykatë kushtetuese, por duhet të gjejmë formën për të shkuar, sepse por besoj në rast kur shkojnë gjykatë kushtetuese dhe zgjidhet, do ndihet keq dhe qeveria dhe ata specialistë brenda qeverisë që janë kaq kokëfor dhe nuk e marrin shqyrtim këtë, por edhe gjithë komisionet dhe deputetët që kanë lënë kaloj kjo gafë fiskale. Një problem i qeverisë
për të eliminuar këtë gaf fiskale është të vëshëja që marrin eksportuesit, nderuar deputet. Sepse në momentin që ti e barazon 20-20, si pas formuesi kemi parashikuar ne, eksportuesi nesër vjen dhe të kërkon 20% të vëshërë rimbursim. Kjo është e padrejtë dhe ne kemi një propozim për këtë. Propozimi është që këtë 10% që është vënë norma kompensimit për të vëshën që ka paguar fermerët, sepse eksportuesi e ka blerë e ka në kosën e blerës këtë të vëshë. Kjo të vëshë është inkorporuar në çmimin e shitjes, ti njifej të vëshë kreditueshme eksportuesve. Dhe do të ishim të ndershëm, të barabartë në ligj dhe sepse ai që eksporton krom apo bakër apo gjithçka që eksportohet e ka të vëshën zero në eksport dhe merr subvencion, merr rimbursim të vëshëje për të vëshën që ka paguar mbledhje. Eksportuesit e frutave perive nuk marrin. Aktualisht ka qenë një skemë abuzive me 20% që ishte për fajt ligjit gabuar dhe u njollosën dhe eksportuesit, por rimbursimi me 6 ose me 10% të vëshës në blerje është kushtetues dhe është i lishëm. Unë ju sugjeroj ta konsideroni. Një propozim tjetër, sepse dëgjova përfaqësuesin e shoqatës që foli para meje për autofaturën. Po, unë si përfaqësuesi sindikatës fermerëve jemi që të qëndrohet akoma te autofatura, sepse ka shumë fermerë që nuk e kanë mundësinë të lëshojnë faturë, të instalojnë programe fiskale dhe të lëshojnë faturë shitje. Pastaj fakti që lëshohet autofaturë kur fermeri shet te subjekti tregtar, nipti i fermerit është një nipt i regjistruar vetëm në drejtorinë renale të tatimeve. Nuk ka detyrime për të paguar sigurime shoqërore dhe nuk ka detyrime tjera dhe është një status, është një diskriminim pozitiv që në statin që është fermeri jonë e meriton. Ndoshta mas disa vitesh mund të kalonim në atë stat që çdo fermer të lëshonte faturë tatimore. Edhe sugjerimi tjetër që kisha në emër të sindikatës është dhe ka lidhje me këto dy hallkat të zinxhirit që përmenda pak më parë, por që ka lidhje me kooperimin. Kooperimi nuk bëhet as me urdhër, as me lutje, as bëhet me incentiva. Unë mendoj që ky kompensim i 10% është një instrument i favorshëm për të ndihmuar kooperimin. Kur ishte 20% në 2014 deri në 2018 dhe pastaj 6% deri në 2021, drejtoria në udhëzimin e Ministrisë Financave ishte një pikë kur Drejtoria Renale të Tatimeve kërkonte një akt marrëveshje midis fermerit dhe subjektit tregtar, që t'i njihej e kreditueshmja subjektit kjo të vëshë. Mirë, po kjo akt marrëveshje midis fermerit dhe subjektit tregtar krijon një databazë shumë të rëndësishme. Sot asnjë eksportues nuk guxon të lidhë një kontratë me klientët në rajon aty ku eksportojmë ne apo në Evropë, sepse nuk di sa kapacitet ka për ta furnizuar. Gjithçka është në amulli totale, i lihet fatit. Një klient porosit do një tral me domate, tregtari jonë merr fermeret s'ket ti dhe mbush tralin dhe ja çon. Në momentin që do kishe një kontratë, ky subvencion të lidhej me një kontratë jo detyrueshme, sepse s'mund ta detyrojmë të lidhet, po një vit mund të jetë detyrueshëm, pastaj zgjedhë një grumbullues më të mirë. Ky subvencion të kalote të kishe një kusht ansor këtë kontratën, kjo do ishin kushtet fantastike për një kooperim, sepse një grumbullues që kishte 500 fermerë të kontraktuar, disa sa prerime kanë mbjellur, disa është kapaciteti prodhues dhe do lidhte një kontratë me klientin e tij jashtë për një sasi të caktuar dhe do kontraktohet edhe çmimin para kohe. Është një shembull në Myzeqe, është një fermë, një shoqëri që tregton një trangull kornishon quhet, është për konservim. Ai bën kontrata prake me fermerët, po ka një avantazh që tregu e ka tregun pafund, në sa më shumë prodhohet aq më mirë. Është edhe lidh me kontrata me çmim të paravendosur. E kanë të shitur fermerët. Është një lloj kulture që ka punë krau shumë, por për shumë fermerë të vegjël është një zgjidhje. Në rast se ne do ta vinim këtë 10% subvencion, një kusht që kishte kontratë me një agropërpunues, me një tregtar ku shet fermeri, do krijonim mundësinë e kooperimit dhe do të krijonim një databazë shumë të rëndësishme, sepse këto grumbulluesit përveç që blejnë produktin fermerët, ofrojnë shumë shërbime tjera për interes përbashkët.
diktojnë edhe inputet cilësore, bëjnë edhe analiza, kontrollojnë, sepse mbrojnë veten, po mbrojnë dhe fermierën, në fund mbrojnë dhe konsumatorin tonë dhe shoqërinë shqiptare. Kaq kisha, ju faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit shumë për gjitha shënimet që dhat për neve dhe për ta pasur në vëmendje në takimet e ardhshme, po jo vetëm të ardhshmet, dhe në ato që morëm përsipër që të bëjmë që nga janari e tuti. Unë do t'ju lutesha shumë që këto shënime na i depozitoni dhe këtu në kryesi dhe do kërkojmë dhe ligjet e tjera që janë depozituar për t'i parë me kujdes. Nuk e keni të mundur ta mendoni këtë Ne me që s'ka kaluar natyrisht ne po bëjmë diskutime se mbas jush do kemi Ministrinë e Financave. Po sa ajo mas i muaj është post factum edhe. Jo, po ju nuk kishit vetëm komente për tani, kishit komente edhe për më gjërë. Për të gjitha, jo për tani patjetër, ne për këtë. Po. Faleminderit shumë. Unë tani edhe juve do t'ju them të njëjtën gjë. Nëse keni nevojë të dëgjoni të tjerë kolegë që kanë ardhur, jeni i mirëpritur, nëse doni të largoheni, padyshim faleminderit dhe mund të largoheni. Dhe tani së fundmi kemi shoqatën Narea, që ka ardhur me 2 përfaqësues, zotin Dican Caka, kryetari i Nares, dhe zotin Renaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Nareas. Që kështu fjala është për ju, faleminderit shumë. Unë jam Renaldo Pipirian. Nuk e di në keni sjellë shënimet apo jo? Nuk kemi arritur të sjellë shënime, megjithatë e kemi të njëjtat komunikime realisht që kemi dhënë dhe për Ministrinë e Financave. Do i depozitojmë edhe për ju. E para faleminderit që na dhat mundësinë që të dëgjohemi, duke pasur parasysh rëndësinë e sektorit, rreth 7-8% të GDP-s bashkë me ndërtimin dhe me turizmin, duke qenë pol orientues në mes të dyve, shkojmë 1/3 ekonomisë shqiptare, mbi 500 sipërmarrje, të cilat janë të përfshirë drejt për drejt në ndërmjetësim pasurive paluajshme. Një nga arsyet pse kërkuam që të kishim pjesën tonë, po themi, të dëgjimit për shkak se besojmë që jemi akoma në kohë për të ndërhyrë në një pjesë të paketës fiskale, e cila lidhet ngushtësisht me pjesën e strehimit. Dhe këtu po flasim ngushtësisht në lidhje me projektligjin për rivlerësimin. Atë që ne besojmë, dhe fatikisht kemi 3 vite që përpiqemi ta komunikojmë me gjithë institucionet shtetërore, por edhe me opinionin e gjerë, është që skema e tatimit mbi fitimin kapital që kemi aktualisht ka shkaktuar përveç se ngërçe në tregun e pasurive paluajshme, por ka shkaktuar në të njëjtën kohë dhe deformime, efekte të cilat shkojnë drejt për drejt në informalitet. Kur themi ngërçe, në gjitha statistikat tona të paktën të 5 viteve të fundit, ne vëmë re që sa herë që ka pasur një tatim të korrigjuar, ose po themi një operacion gjerë tregtar me tatim fitimi kapital të korrigjuar në 3%, siç ishte era e fundit, kemi vënë re jo vetëm që tregu ka qenë duke performuar pothuajse 60% më mirë, por në të njëjtën kohë janë arktuar mesatarisht 44 milionë euro në arkën e shtetit, po themi për periudhën e 2020-2022-shit. Dhe në momentin e parë që ka mbaruar fushata e rivlerësimit ose dhënia mundësisë për të pasur një tatim fitimi kapital korrigjuar, tregu ka filluar të ketë deformimet e veta dhe ka filluar të ketë ngërçe. Edhe nëse i referohemi sot statistikave të cilat vijnë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duket që në pamje të parë duket sikur tregu është duke performuar, por në të vërtetë, nëse analizojmë në thellësi, shikojmë që 98% e fitimit kapital, e tatimit mbi fitim kapital gjeneruar aktualisht vijnë nga tatim-paguesit e mëdhenj, që në vetvete janë kontrata porosie me ndërtuesit të lidhura diku në kohë, por që zbardhen aktualisht. Dhe kur flasim për rishitjen dhe kur flasim për produktin ekonomik dhe për strehimin e shtresës mesme, ka vetëm 2%, çka do thotë automatikisht tregu i rishitjes ka qenë i bllokuar. Dhe e themi këtë gjë jo për shkakun e interesit ton, por duke pasur parasysh që gjithë Evropa, por e gjithë Amerika në të njëjtën kohë është duke pasur sfida të mëdha me atë që ne quajmë strehim të përballueshëm. Dhe këtu mendoj që është momenti i dur për të ndërhyrë fillimisht me projektligjin e rivlerësimit, por me një qëndrim afatgjatë që ne besojmë që nuk duhet të jetë 15% siç është aktualisht, sepse nuk e gjen asgjë kundi në Evropën e zhvilluar. Nëse do flasim për projektligjin e rivlerësimit, ne kemi bërë 3 komente. Pika e parë, kemi sugjeruar që afati të jetë shumë i gjatë. Pra, nga statistikat dim që nga 2011 deri në ditën e sotme, prafërsisht 250.000 pasuri paluajshme kanë arritur të rivlerësohen. Ndërkohë që fondi pasurive paluajshme në Shqipëri duhet të jetë diku te 4.5 milion prona, 3.5 milion
të certifikuara, pjesa tjetër në proces legalizimi, nëse marrin parasysh sikur të marrin parasysh që të gjitha këto rivlerësime ka qenë apartamente, ka qenë banesa, vetë censusi i fundit tregon që duhet ketë parafërsisht diku te 450 deri në 500.000 banesa të cilat duhet të futen në proces rivlerësimi, sikur këto mos janë rivlerësuar asnjëherë në të shkuara. Dhe atë që ne vrejmë është që kapacitetet që proceson ASHK-ja janë mesatarisht 30 deri në 33.000 aplikime. Kështu që nëse marrim parasysh të abstragojmë që nuk do të ketë prona komerciale, do të jenë vetëm banesa, këto 500.000 prona, këto 500.000 banesa, nga të cilat pjesa dërmuese janë ndërtime para 10 viteve, pra që kanë dhe një justifikim që ka një vlerë të shtuar në treg, duan të deklarojnë 100%, duan shkojnë me vlerën reale e tregut jo me çmimin të referencës, nuk do kenë kohë mjaftueshëm për procesuar. Propozimi i Ministrisë Financave vetëm 12 muaj është shumë i shkurtër dhe nuk do të arrijë që të sjellë efektet e dura në Shto do të pasur parasysh në një kohë edhe që një pjesë e pronarëve aktual janë emigrantë, është diaspora, që dikur do doj të tregtoj pasurinë e vet ose ta çojë në vlerën reale të tregut, sa kohë do të kenë për ta përfititur këtë gjë. E dyta që ne kemi merak dhe mendojmë që duhet korrigjuar në projektligjin për rivlerësime dhe më pas në afatgjat, është tatimi i cili i ngarkohet banesave. Çuditërisht, në këtë projektligj i kemi entitetet komerciale me individin të barabartë. Ndërkohë që momenti i pagesës dhe mundësia për ta quajtur shpenzim të zbrisëm nuk e kemi të barabartë. Pra individi ngarkohet me 5%, edhe entiteti komercial ngarkohet me 5%. Entiteti komercial e përfshin në pasqyrat financiare në fund në 31 mars të 2026 dhe këtë 5% që ka paguar ka mundësi të fusi si shpenzim të zbrisëm në tatimin e fitimit. Pra ose fitimi që është para taksave dhe pas taksave. Kështu që ndërkohë që flasim për individin, e trajtojmë po njësoj si një korporat, po njësoj si entitet tregtar dhe themi jo, do ta paguash tani dhe ti nuk ke mundësi tek diva që ti ta kesh të zbritën si shpenzim. Në të njëjtën kohë, ne dim që sa më e ulët jetë bara tatimore, aq më e gjerë është baza që paguajnë tatim paguesit dhe aq më ekonomike do dalë alternativa e strehimit në treg. Tu po flasim pra nëse entiteti tregtar i ka mundësitë, kapacitetet, edhe një urin ligjore dhe kapacitet për të kryer rivlerësimin e aseteve të veta, për individët do të mendohen 2-3 herë a do ta rivlerësojnë pronën apo nuk do ta rivlerësojnë pronën, a do ta çojnë me vlerë tregu apo jo, a do ta shesin apo do ta mbajnë të bllokuar. Dhe mbajtja e bllokuar e pronave, sidomos tek rishitja, ndikon drejt për drejt shtresën e mesme e cila mezi po pret të ketë një strehim të përballueshëm, mezi po pret të aksesojë një alternativë ekonomike. Kështu që ne besojmë që ky 5% që sidomos për banesat do duhet të jetë 3% dhe më pas le të vazhdoj për entitetet komerciale siç ka qenë në fushatën e fundit në 2020-2022. Në të njëjtën kohë ne ndjehemi realisht jemi të befasuar dhe të padëgjuar nga Ministria e Financave kur marrim në dorëzim draftin final që ka mbritur në kuvend. Në draftin paraprak ka qenë e përfshirë pjesa e pasurisë paluajtëse në cilat ishin proces legalizim, pra që kishin marrë një vendim për tu legalizuar dhe kjo do të lejonte të gjithë ata që kishin marrë leje legalizimi të mund të shkonin legalizim, të mund të regjistronin pronën e tyre dhe menjëherë të bënin rivlerësimin, duke çuar në vlerën reale të pronës dhe duke e nxjerr në treg. Dhe ka të paktën 1.2 milion prona të cilët janë në këtë proces. Ndërkohë që në draftin që vjen final e kemi të hequr si neni 3 është hequr. Përposi ne propozojmë shumë që duhet të jenë pronat cilat kanë marrë tashmë një vendim legalizimi dhe duhet të jepet mjaftueshëm kohë që të futen në proces rivlerësimi, por në kohën e Ministrisë Financave kur kemi qenë duke konsultuar, kemi propozuar që jo vetëm këto prona, por edhe kontratet e porosisë, të cilat tashmë janë të regjistruar, pra ka një gjurëm kadastrale në regjistrin e ASHK-s, kanë leje të regjistruar, edhe këto të përfshihen në proces të rivlerësimit. Pse? Sepse kjo do të nxjerrë shumë prona në treg, do të sjellë një dinamik, një qartësim mbi dinamikën e tregut se sa prona janë në proces, po themi, të ndërtimit, sa kontrata porosie ka dhe vlerat që këto kanë. Ndërkohë që në afatgjat ne mendojmë dhe kjo ndoshta pasi të kryhet korrigjimi i ligjit të rivlerësimit me këto propozime, mendojmë që në janar të 2026 jemi gati
të ndihmojmë për të ngritur qoftë edhe një grup punë ashtu siç ndodh në Parlamentin Evropian, ashtu siç po ndodh aktualisht në Komisionin Evropian, që ka task force ndëreuropiane për sa i përket pjesës së strehimit. Ne jemi gati të ndihmojmë në ngritjen e një grupi punës për të parë të gjithë legjislacionin që ka lidhje me strehimin dhe me mënyrën se si trajtohen transaksionet pasuritë e paluajshme. Pse? Sepse nga studimet tona ne dimë që 10 nga 27 shtetet të Bashkimit Evropian, këtu si Italia, Greqia, Portugalia, Polonia, Franca, Lituania, Luksemburgu, Irlanda, Islanda dhe Malta, aplikojnë përjashtime nga taksa dhe lehtësi fiskale kur transaksionet përfshin blerës për herë parë. Ne sugjerojmë shumë që duhet ketë një favorizim për blerjen për herë parë. E dyta, ne besojmë që kur vendbanimi, kur prona është mbajtur të paktën 2 deri në 3 vite, ose të paktën është banuar 50% të kohës, në një moment kur del në treg, duhet jetë përjashtuar nga tatimi mbi fitim kapital. Kjo dekurajon spekulimin dhe inkurajon pronësinë afatgjate. Ne sot si spekulantin, si atë familjen e shtresës mesme, si atë i cili jeton të rjetën aty, e trajtojmë njësoj me 15%. Çfarë ndodh në Bashkimin Evropian? 26 nga 27 vendet e BE-s, 2/3 e vendeve të OECD-s, SBA-ja, Kanadaja dhe të paktën 40 nga 43 vendet e marrën në studim nga ne dhe keni listën bashkangjitur dokumentit, e përjashtojnë tregtimin e pasurisë paluajshme nga tatimi mbi fitim kapital, kur ajo është banesë parsorë dhe kur provohet që është mbajtur të paktën 2 deri në 3 vite. Ndërkohë që ka ndërhyrje të tjera të cilët mund të hedhin propozim, edhe në këtë alternativë që ne kemi sot me 5% siç e propozon ligji, projekt ligji, prap Shqipëria është shumë brapa në krahasim me vendet e tjera. Kemi Hollandën, Rumaninë dhe Gjeorgjinë, të cilat kanë skema të përhershme përjashtimi dhe lehtësi fiskale për sa i përket sidomos banesave dhe sidomos strehimit. Kështu që kurdo që të jeni të gatshëm, ne jemi gati që t'ju asistojmë në 2026 për këto ndërhyrje afatgjat, por theksojmë shumë që në këtë moment jemi akoma në kohë për të ndërhyrë te rivlerësimi për ta bërë transparent, të barabartë për gjithë, edhe për ata të cilët e kanë pronën të legalizuar, po them proces legalizimi apo kontrata porosie, dhe me efektivitetin që do duhet të ketë një nisëm. Një vit do të ishte shumë pak. Shumë për të gjitha shënimet që na drejtuat, ne do t'i kemi në konsiderat tani gjatë diskutimeve, që do kemi me Ministrin e Financave, do t'i lutesha shumë të na lini atë dhe e mirëpresim këtë iniciativën tuaj për një grup pune për strehimin, që kështu do ta kemi shumë shpejt në konsiderat, do ta kalojmë te komisionet e tjera që janë caktuar për këtë çështje. Faleminderit dhe ditë mbar. Faleminderit të gjithëve. Vazhdojmë dhe me dy të tjera çështje që kemi në rendjen e ditës. Në rendjen e ditës ne kemi edhe miratimin e proces verbaleve të zbardhuar për mbledhjet e datës 21 tetor, 11 dhe 13 nëntor 2025. I keni parë që u kanë ardhur në postën tuaj elektronike? I keni lexuar? Okej, mirupafshim. I keni lexuar apo keni nevojë për kohë që të konfirmojmë proces verbale, ti votojmë? Okej. I lëm për mbledhjen, idhin në një sy sot, se janë gjëra që i kemi thënë që kështu dhe ju do t'ju kujtojnë, idhin në një sy sot dhe i kalojmë për të votuar nesër. Ndërkohë keni marrë edhe kalendarin e veprimit të kuvendit, kalendarin e punimeve të kuvendit nga 1 deri në 19 dhjetor. Unë bashkë me zotin Braçës dhe bashkë me zotin Bozo, nëpërmjet mundësive që na ka vënë Elvi që ka gjithë platformën se si bëhet gati gjithë modelet, e kemi ndarë pak a shumë kalendarin. Ndërkohë, me të mbledh konferenca kryetarëve për gjëra të tjera, ne do vazhdojmë të përditësojmë kalendarin, po të paktën për këtë javë të gjitha veprimet që kemi në punimet e komisionit i kemi të paracaktuara të miratuara. Edhe për javët e tjera, po mbase do ketë nevojë për mbledhje të konferencës kryetarëve. Dhe nëse konferenca kryetarëve do mbledhet për të tjera ngjarje, natyrisht dhe ne do operojmë këtu në komision. Ju bëjmë dije gjithashtu që ne dim që ka seanca plenare me datën 2, 4, 11 dhe 18 dhjetor. Domethënë kemi edhe 4 seanca plenare ku do na kërkohet që edhe punimet e komisionit tonë të shkojnë në linjë me kërkesat që kanë seancat plenare. 2, 4, 8 edhe 2, 4, 11 dhe 18.
10 dhe 18 deri tani. Pra praktikisht janë gjithmonë të njëjtët në përjashtim të javës së vjen. Që është java e dëgjesave, me që në kësaj jave është javë e gjelbër. Okej? Kemi agent për seancën plenare të datës 2. Akoma s'ka dalë urdhri, është herët. Po agenda do jetë pjesa e atij 4 orë që debat që kemi ne për dëgjesat që kemi pas me qytetarët. Kam përshtypjen që do ketë një interpelancë, dhe do ketë në një 2-3 vendime, për shembull, ku diun, komisionet që ne kemi vendosur. Do jenë tek e dia sa më foja as AK-ja, konkurenca. Po do thonë se po kalon shumë kohë edhe nuk e di a ka më vlerë nisë. Ndërkohë mund të jenë me datën 4, me datën 2 e di që është vendosur kështu. Unë kam kërkuar edhe për AMF-n dhe për AK-n, kam kërkuar edhe për miratimin e nën komisionit auditit edhe për miratimin e drejtorit AMF-s se ne bëm dëgjesën. I kam kërkuar të 4 këto që të na i vënë në agent. Nën komisionin e auditit sektorit publik, nën komision. Po. Nën komisionin jonë. Okej? Do më thënë do të shifemi nesër në ora 10 që kemi prap dëgjesa, edhe kemi dhe një diskutim të një projekt ligji. Faleminderit shumë. Unë do kërkoj edhe një zbardhje, sepse këto shënimet vërtet i morën, po të sikur të na i zbardhin shërbimet e komisionit do ishte shumë mirë. Dëgjesa të mira këto sot. Faleminderit. Miru pafshim nesër.